Shpallen fajtor 5 pjesëtar të dosjes revanshi. Ata akuzohen për sigurim të kushteve për të kryer vrasje, kultivim lëndësh narkotike dhe armbajtje pa leje përmes krimit të organizuar. Gjykata e posaçme dënoi me nga 10 vjet një ish policë të Reneas, Adrian Piklin dhe Devis Bajramajn. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, secili prej tyre do të vuajë 6 vjet e 8 muaj heqje lirie. Përgjatë 2020-2021-shit, ata u përfshin në tregtinë e palishme të armëve dhe të municioneve. Mes të dënuarve bëjnë pjesë edhe 2 të afërm të ish deputetit socialist Eduard Ndreca. Vëllai i tij Armando Ndreca u dënua me 11 vjet burgim, i cili u reduktua në 7 vjet e 4 muaj nga gjykimi me procedurë të shkurtuar. Sipas PAK, ai ka siguruar prodhimin e 243 kg hashash në Lezhë. Elvis Ndreca, djali i Xhaxhait të ish deputetit socialist Eduard Ndreca dhe Edison Muceku, u dënuan secili me 8 vjet burg që prej gjykimit të shkurtuar shkon në 5 vjet e 4 muaj. I pari u shpall fajtor për sigurim të kushteve për të kryer vrasjen e Durim Bamit në korrik të 2020-s, ndërsa Edison Muceku ka tentuar të vrasë një tjetër person.